Në rajonin numër 2 mbylli fushatën elektorale në qytetin e Shkodrës kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Pahia, ndërsa mori mbështetjen e banorëve të kësaj zone, ai kërkoi që të vlerësohet maksimalisht 11 maj, pasi duke votuar Partinë Demokratike i kthehet dinjiteti vendit si dhe vendoset për të ardhmen e familjeve tona. Bajnë gjithçka për ta ndërprerë këtë rreth vicioz, ku pushteti merret me parat pista dhe me krim të organizuar dhe pastaj shpërblehet për shërbimet e dhëna. Dhe kemi rastin me 11 maj, që nëpërmjet votës tonë, nëpërmjet bindjes së sa më shumë, miqve, shokëve, dashamirësve, qytetarëve të ndershëm, shkodran, të majt e djathtë, të pa parti, na bashkohen në rrugtimin, na dallë këtë mallë që presim me 11 maj drejt kutive të votimit për të realizuar ndryshimin e madh që e pret çdo qytetar i ndershëm. Kthimin e Partisë Demokratike në drejtimin e punëve të vendit, kthimin e Shqipërisë në shinat e duhura, kthimin e dinjitetit njerëzor për çdo qytetar që ka zgjedhur të jetojë jetën e vet me ndershmëri. Ne duhet të marrim fatet tona në dorë, ne duhet të marrim fatet e fëmijëve dhe familjeve tona në dorë në 11 maj. Dy prej figurave të njohura të jetës publike në Shkodër dhe të Partisë Demokratike, ish kryebashkiaku Ermir Rusi dhe Çashi Hoxha, antari i kryesisë, theksuan se Shkodra ja ka borxh votën Bars Pahis për të gjithë kontributin që ai ka dhënë në këto vite të vështira. Për shkak të asaj që nolli dhe për heshtin që patme. Dhe unë them plotësisht me bindje që aty ka thonë një fjalë që i ka mylltana, që Shkodra ka borxh, edhe ne duhet patjetër me votu Bardhin si kandidat. Një virus i keq ka hinë Shkodër. Virusi Rama Beci, shumë i rrezikshëm. Po si çdo virus tjetër, edhe ky virus ka vaksinën e vet, që do të zhduket. Ne i kena 3 doktora për me shëru këtë virus. Doktori që e ka diagnostiku, doktori që e ka operu, e Sali Berisha i madh që e ka shëru. Edhe banorët e rajonit numër 2 premtuan votën e tyre për kandidatin Bars Pahia si zëri përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë. Me 11 maj ata theksuan se vota për Partinë Demokratike është votë që jep fund viteve të vështira, të cilat ju është dashur të përballen në diktatin e qeverisë Rama.